Para se të hymin këtë temë të ndershëm vëllezër, siç është transmetuar prej Omerit radhiyallahu anhu, i cili ka thënë se nuk ka hajër, nuk ka mirësi në atë shoqëri ku nuk ka këshillues të mirë, dhe nuk ka hajër për asaj shoqërie e cila nuk merr këshilla. Historia ka dëshmuar se shoqëritë të cilët nuk kanë mesin e tyre njerëz që këshillojnë, apo janë njerëz që se pranojnë këshillën, historia ka dëshmuar se ato njerëz, ato shoqëri dështojnë. Edhe nëse janë në kulm të suksesit, mënyrë të gradualshme ju vjen fundi në mënyrën më të keqe të mundshme. Sepse është ligji i Zotit të madhreshëm në tokë. Nëse nuk mbizotron e drejta, e mira, e vërteta, e pa vërteta sa do që t'jetë e fort ajo, ku të shkatruot me gjithçka. S'mbetet më asgjë prej saj. Dhe historia është shumë e gjatë, me plot argumente se si popujt, shoqëritë ndryshme për shkak të mungesës së njerëzve të dijshëm, njerëzve të sinqertë, me i këshillu dhe për shkak se kanë pranuar këshillën, janë shkatru dhe kanë përfundu në mënyrën më të keqe të mundshme. Është interesant një ngjarje shumë e shkurtër, sepse do të flasmi në lidhje me objektivat e këshillës. Luti alayhis salam të ndershëm vëllezër ka qenë prej profetëve që u ballafaqu me një shoqëri të degeneruar, pa asnjë kufi moral, pa asnjë vi, sepse edhe sot po jetojmë ne me një kohë që një grupi njerëzve të pandërgjegjshëm në nivel botës po flas, dëshirojnë me shkatru qenë njeri, me bën njerën të pamoralshëm, pandershëm, mos me pas vija të kuqe morale. Bile shpesh dëgjojmë dhe çuditesh kur thot fjala moral s'do të më ekzistu. Është term i prapambetur. Mi u thonë aty në njerëzve që para 1400 vite, Kurani po flet për një popull 1000 vjet më herë se sa vetë Muhamedi alayhis salam, po flet për çet logjik të mbrapsht, sepse kjo nuk është edukat, kjo nuk është civilizim, kjo nuk është përparim, kjo është dështim. Të gjana kanë ekzistuar 2-3 vjet përpara, kur është humb fjala moral prej shoqërisë. Dhe shumë interesant vëllezër, historia e gatë të Lutit alayhis salam, punë më të fllishta që i kanë bërë ai popull. Dhe Luti alayhis salam i këshillon dhe një ditë prej ditëve thot: "Elejse minkum rajulun rashid." Thot: "A ka në mesin e ju në njëri të mëshëm që më kupton ç'jam të thonë?" Do të thonë ja pronën punën pejgamberit Allahut azza wa jall, me ja thonë fjalën e fundit. Tha: "Elejse minkum rajulun rashid." A ka në i kushta në mesin e ju që më kupton ç'jam të thonë, o njerëz? Sepse ata fillumi prej kufit. Dhe ja këthin përgjigjet, ana jemi në rregull, ti nuk je në rregull. Allahu xhalla wala ju tha, ishte ditë e han, i tha Lut alayhis salam, deri tajtën në mëngjes, ky popull përfundon. Kanë kalu 3 ditë. Elejse bi subhin qarib, thot Allahu, a nuk e din se mëngjes është herët, është janë shpejt. Jam ledhe bet në farfor me Zoti. Tha i keni afat 3 ditë. Edhe ato shfrenun me atë mlefin e vetë ku diçka. Dhe sot dhe asoj dite vëllezër ekziston në lindje të mesme. Thuhet ai popull ka jetu mes Omanit, Jordanis edhe Kneka Kandi i Palestinës. Komplet një popull ka përfundu i vdekur mëngjes, në mënyrë më turpshme të mundshme, sepse s'pat mesin e tyre askush që ngon se çka po ndodh. Sikur se te ne sot vëllezën kohën tonë, në për biseda të vogla, formate të vogla për shembull. Ore ti e din që ai shkallë të thonë është merr, katastrofë. Dhe ti ja thu në mënyrë më të mirë të mundshme, ai ka vendosur mos me pranuar të vërtetën, dhe ti çuditesh. Ton deri ku ka mri degenerimi i shoqërive. Deri ku ka mri degenerimi
i shoqërive në tokë, si mungesë e njerëzve të sinqertë që këshillojnë, dhe e dyta për shkak se nuk e pranojnë këshillën. Dhe si tha Luti alayhis salam, elejse minkum rajulun rashid, a nuk ka thënë kush për ju në një të mëshëm që më kupton shëndetana. Tha se po fol Zoti madhërisht për këtë punë. Dhe ata i mbyllën vesht. Ja mbyllën derën këshillës dhe rezultati ishte katastrofik. Argument shumë i fuqishëm në shkencë. Saqë Allahu xhalla wala në surën Dukhan thot kem taraku min jannatin wa nahar. A dini thot ato popull sa mirësi se bote i kanë lanë, kanë jetuar në për pallate. Mi po kur i bënën punë tek këshia dhe se marrën këshillën parasysh, Allahu i fundosi. Edhe i la argument për ata që vinë mas. Pra vëllezër të ndershëm, një individ që se pranon këshillën, ajo është nis rrugës dështimit. Një familje e cila nuk e ngon këshillën e saktë, ajo është nis në rrugë të degenerimit. Një shoqëri e cila nuk e merr seriozisht hakin të vërtetën këshillën, ajo komi një ditët e jetës mbrapsht. Dhe fundi është shumë i keq. Andaj ne duhet jemi të kujdesshëm muslimanët, që të jetojmë jetën sipas fjalëve të Allahut. Mos lejo me ndërtu familje me fjalë të parallagjive. Mos lejo me jetu në këtë dunja me projekcione, orkestrime të atyre që s'kan familje, kanë degeneruar me gjithçka. Sepse përgjegjësinë e kitë madhe për Allahu xhalla wala. Dhe ne jemi musliman. Ne nuk shohim pe aty ku nuk shon pe Kurani dhe ku nuk shon pe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe për neve s'ka nevojë kurkush me ne projektu jetën, sepse ne ka projektu Allahu xhalla wala. Dhe ne ka shpjegu Kurani i Kerimi dhe ne ka sqaruar në detaje Rasulullah atij që kemi besuar. Kanë parime fundamentale të shoqërisë të jetës.